Jemi kthyer në të shtatë, jemi drejt për drejt, na gjeni edhe në YouTube dhe tani është momenti për të folur për protestën e 17 shkurtit. Protestë e cila ka marrë një mbështetje gjithandej dhe sikur më parë, një mbështetje e madhe po vjen edhe nga artistët shqiptar gjithandej. Jemi shumë të nderuar që sot do të kemi një bisedë me dy prej emrave legjendar të muzikës shqiptare, që gjithmonë me krijimtarinë e tyre kanë kontribuar edhe për këtë pjesë të Kosovës dhe të shqiptarëve gjithandej. Bashkë me ne sot janë Sabrej Fejzullau dhe Arif Vladi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Shumë kënaqësi që jemi bashkë sot. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotri Vladi, përshëndetje. Besoj po na dëgjon. Për juve në studio, përshëndetje. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe nga ne. Jeni absolutisht në mesin e artistëve që kemi para, një mbështetje për protestën e 17 shkurtit për ish krerët e Ushtrisë Kombëtare të Kosovës, që tani janë në një proces të rëndësishëm në Hagë. Agja Sabri, po e nisim me ju, një fjalë të parë për këtë protestë, për mbështetjen dhe për këtë emocionin që është i krijuar në këto ditë. Përshëndetje, unë ju ndëgjova që ka thatë në fillim edhe a thu ka diku njeri në botë që nuk e përkrah këtë protest me datën 17, kjo nuk diskutohet asë njëherë kur në jetë, të mos dalesh të protestosh për çlirimtarët, për ata që kanë shkuar për ta dhënë jetën dhe për ata që kanë dhënë jetën për këtë ditë që e gëzojmë ne, për këtë liri që e kemi, është diçka e pa imagjinuar. E di që kur re zemra shqip, e çdo shqiptari, ai mendon si çdo shqiptar tjetër që duhet dalë patjetër që katër çlirimtar në mesin e mia të tjerëve që kanë luftuar, që kanë qenë, të atyre që nuk janë, që kanë dhënë jetë. Po gjykohen në Hagë dhe me rëvemen kur i dëgjova këte 45 vite mu duk diçka, thash sigurisht është do një loj, sinqerisht po e them, se është e pamundër, ose thash për të katërtit 45 vite, po prap shumë, 45, katër njerëzë me ju ndonë nga sa për ju bjen. Po pastaj më vonë në lexime pas ka shkruan të dhe u të merova disi, u të merova se ata janë drita e syve tonë, ata janë djeli që në ngro, që sa vite prej se kemi liri, ata janë sikur ujë djeli që s'kemi jetë pa ata. Po është e pamundër dhe unë besoj prap, unë mendimi jem dhe me siguri që ashtu, kjo ka qenë vetëm një matje e pulsit, a thu, si po reagojnë shqiptarët ku dhe në botë dhe çka mendojnë këta të katërt, zotri Thaçi, zotri Veseli, zotri Selimi dhe zotri Krasniqi. Kjo është diçka. Po, dhe mirë bëni që përkrani, sepse natyrisht që kur ka përkraje edhe nga estrada, arrije që zërit shkoj deri aty dhe ku po tentohet që të bëhet përmes kësaj proteste. Do të kalojmë pak tek zotri Vladi. Amiri e thanë fillim që kontributi juaj ka qenë edhe në bazë të këngëve që janë kushtuar shumë shpesh ish ushtarëve të Ushtrisë Kombëtare të Kosovës, por këtë herë ata po përkrahën për diçka tjetër, pra po bëhet thirrje për drejtësi për ta. Dua një koment juaj për këtë situatë. Faleminderit me juve. Sot është një ditë që duhet të mbaj qëndrim kush ka gjak shqiptari. Prishtina duhet të jetë e vogël për njerëzit që do të pullojnë gjitha visës shqiptare për të mbrojtë nderin shqiptar, për të mbrojtë gjakun e derdhur jo vetëm në luftën e fundit çlirimtare, por 100 vitet e fundit të heronjve dhe dëshmorëve që kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës dhe për lirinë e atë dheut. Ndaj, apeli im është që kudo që ka shqiptar, të bashkohemi,
se sot ata 4 çlirimtar nuk janë emra të përveçëm, me emrin Hashim, Kadri, e tjerë, por janë kauza shqiptare, janë lufta dhe nderi çlirimtar i Kosovës. Pa dallim partish, shoqatash, apo opinionesh, të gjithë duhet të jemi bashkë në këtë ditë për të mbrojtur nderin kombëtar, për të mbrojtur nderin e lirisë, për të mbrojtur nderin e Kosovës, edhe gjithë dëshmorët e rënë do të ndjeshin mirë që gjithë shqiptarët të mos i zinte Prishtina me datën 17. Gjojmi? Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Kur flasim me ju, pa diskutim është e pa mundur të mos kujtohet kënga juaj legjendare, Marshi i UÇK-s. Nga ajo krijimtari, në këtë moment që Kosova është për momentin dhe janë krerët e ish UÇK-s, çka do të ndonim nga ajo krijimtari, nga ajo këngë, nga ata rreshta? Shiko. Është gjaku i derdhur për liri, është lufta e atyre çlirimtarëve që për çdo artist të vërtet kthehet në frymëzim, kthehet në krijimtari. Çdo ditë kur flet për lirinë në atë dheut dhe për protagonistët kryesor, ata që dhanë jetën, por edhe këta ftuan dhe që i fali pushka, sot gjenden në Hagë edhe përfaqësojnë dinjitetin ton shqiptar. Prandaj, nga kjo veprimtari e madhe legjendare, do të thosha, ka gjithmonë frymëzim. Moj Kosovë, moj heroin, 100 vjet e kin, nuk ka Hagas tribunal, çlirimtarët që i ndal, janë UÇK, ata janë liri, janë Kosovë, ata janë Shqipëri, janë UÇK, ata janë liri, janë Kosovë, ata janë Shqipëri. Faleminderit shumë për këtë emocion. Po. Çdo moment njeriu frymëzohet vepra dhe gjaku i rënë për lirinë e atë dheut tonë. Po. Do të kaloj tek Sabri Feyzullahë sepse përveç një emër në muzikë, e di që është vazhdimisht shumë i informuar dhe i interesuar për zhvillimet edhe politike në Kosovë dhe ato që ndodhin mbi gjitha me Kosovën dhe popullin. Por pyetja është, sa keni parë një sensibilizim, ju si artist, sa jeni i kënaqur dhe sa keni parë sensibilizimin e duhur edhe nga politika në përgjithësi në këtë moment që është Kosova dhe ish-krerët e UÇK-s? Gjithmonë kam parë dhe gjithmonë shoh sensibilizim gjithandej. Edhe politika, edhe rinia, edhe rinia studentore, edhe të moshuarit dhe pensionistët, edhe gjithandej gjithmonë sensibilizimi ose përkraja morale e shpirtërore e përzemërt ndaj UÇK-s, ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka qenë, është edhe ka me qenë. Unë shumë ti dalloj asnjë me thënë, jo se ky është më patriot, ky është më pak patriot. Kujt vallë si them zemra për djemë thonë që janë atje të burgosur. A kanë ata prenda, kanë ata fëmija, kanë vlezëra, kanë motra, si s'kanë. Po unë nuk ka njeri, edhe e di që sensibilizimi ka qenë gjithnjë dhe është. Kush më shumë, kush më pak, po gjithnjë. Bile nivel shumë të lartë. Po, dhe cila është thirrja juaj për gjithë shqiptarët në prag të kësaj proteste? Më falë? Cila është thirrja juaj për gjithë shqiptarët në prag të kësaj proteste? Unë po them, atë që të ta them unë, ata e din më mirë nga unë. Të bashkohemi me datën 17 si gjithmonë,
dhe të protestojmë në mënyrë të dinjitetshme, si që jemi ne dinjitet e njerëzor, sepse gjithmonë paqësorët humbin, po më duket në jetë, jo me rastin e këtyre, po nëse jemi më me kulturë, më me sens, nëse kërkojmë një diçka më, qysh kërkojmë, si kërkojmë ne shqiptarët, se ne s'kemi patur liri, ne tani e kemi këtë liri të fituar me gjak bile, edhe apeloj që të dalim i madhe i vogël gjithë, e të lutemi e t'i bashkohemi kërkesës së madhe për t'i liruar këta djemtan, për t'ardhur, për t'a shijuar këtë jetë, se ata duhet t'a shijojnë biles pak më shumë se ne këtë liri që na kanë sjellur ata. Me luftën e tyre, me mendjen e tyre, me shpirtin, me gjakun që është derdhur. Apeloj e janë të dalim me datën 17, të gjithë deri me një. Unë ju falenderoj shumë bashkë me Aiden që gjetët kohë për të lidhur, për të folur dhe për të bërë thirrje për këtë protest, po ashtu edhe zotin Vladi, falenderojmë që e bëri këtë thirrjen me muzikë, ishte shumë kënaqësi të dëgjonim sot. Ju falenderojmë shumë.